Këta me veprimet e tyre kanë treguar se i gëzohen qëndrimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, edhe të Recep Selimit atje. Fatkeqësisht, veprimet e tyre vinë në këtë përfundim. Ushtria Shqiptare e Kosovës ka qenë një organizim vullnetar i njerëzve të cilët nuk kanë pasur më ku të shkojnë. Nga dhuna, nga represioni që ju ka shkaktuar popullit shqiptar. Ushtria Shqiptare është organizim i dal nga populli i saj dhe misioni i saj ka qenë mbrojtja e popullit nga makineria vrasare serbe. Zotë Demogë, mos të harrojmë se na iki si pyetje, Kryeministri i Shqipërisë ishte 2 herë në vizitë te presidenti Thaçi, ndërsa Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Kosovës nuk ishin as një herë për 5 vite, kanë kaluar 5 vite që të bëjnë vizitë ish udhëheqësve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kjo është për të ardhur keq, se deri në çfarë niveli këta me politikat e tyre të gabuara kanë bërë një ndarje, një polarizim të shoqërisë në ne dhe ata. Këta kanë arritur që të krijojnë një lloj tregimi të vetin që ne do të jemi kjo pjesa që nuk lidhemi me këta. Kjo është aq e dëmshme për vendin, për një demokraci të shëndosh, për proceset të cilat e presin Kosovën. Nuk ka logjik të shëndosh që mund t'i arsyetoj Albin Kurtin edhe Vjosa Osmanin në këtë proces. Të shkoj kryeministri i Shqipërisë 2 herë, t'i vizitoj liderët tonë. Atje ishin figura eminente të botës demokratike. Në vizitën të këta ishin presidentët e Shqipërisë, ndërsa nuk shkon presidenti i Kosovës, presidenti në këtë rast dhe kryeministri. Unë nuk mund ta kuptoj asnjë lloj arsyetimi që mund ta dhonë këta përpara publikut. Ajo ka qenë çesharake, arsyetimi i letrave, të cilën vetëm disa që janë tepër naiv njerëz mund të bien pre e atij lloj arsyetimi që e ka dhënë një herë publikisht. Unë mendoj që veprimi i tyre ka tregon qartë që këta në një lloj deri në një mos, guxoj ta them publikisht, që kjo sikur e bën që këta ju kanë gëzuar asaj. Sikur këta duan që ata të jenë sa më larg këtij vendi. Sikur ata janë pengesa për të keq qeverisur, për të lënë këta qeverisin, e qeverisja e tyre dihet çfarë ka qenë. Nuk mund të ketë një arsyetim tjetër këtu. Sepse të mos marrësh mundin dhe përgjegjësinë institucionale si shtet për të mbrojtur udhëheqësit e këtij shteti, ata të cilët ishin udhëheqësit e luftës çlirimtare, ata të cilët dhanë kontributin më të madh që të fitohet liria, ta sjellim shtetin deri në këtë nivel dhe t'ju jep mundësinë këtyre që të krijojnë parti e të zgjidhen edhe të udhëheqin dhe të tregojnë një indiferencë të tillë që nuk do koment tjetër përveç asaj. Këta me veprimet e tyre kanë treguar se i gëzohen qëndrimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit edhe të Recep Selimit atje. Fatkeqësisht, veprimet e tyre vinë në këtë përfundim.